Sa do ta kritikojmë se s'kena lek ma e blej se më e bukur nga të gjitha është. Sot për shitje besoj njihni të gjithë Lamborghini Urus i 2020-s, i ka ca modifikime të vogla po të lezetshme. Front lipping këtu e ka karbon, kjo e ka distronikun te ky rrethi, këtu ka kamerë para, kamerë 360 gradë. Gjithë thonë që është si RS8, po nga jashtë nuk ka as i panel të ngjashëm me RS8. Motorin pastaj e ka të ngjashëm, po kjo ka më shumë fuqi. Shifeni targën, Urus R, vetëm targa se di sa lek bë. Motori është 4 VT twin turbo, kjo ka 650 kuaj fuqi, edhe ka 850 Nm tork. Super motor, në këtë rast është më mirë që e ka të ngjashëm me të RS8-s, edhe shërbimet e gjonat i bëjnë pak më lirë se i Lambo V12 për shembull. Po është shumë e shpejtë. Ngjyrën e ka mat, zezë, disjet 23-she, gomat 4 Pirelli, frenat ceramike, ndër frenat më të mëdha që janë vendosur në çdo lloj makine. Karbon ceramik, shumë të mëdha. Normalisht as nuk e gjej gjë për të frenuar, as nuk nxefen këto, sa më shumë nxefen këto ceramikës më mirë frenojnë. Ka këto pjesë këtu, wheel arches i ka karbon, edhe mrapa i ka 23-sha, po i ka 325 gjona. Edhe marmitat i ka këto tips, i ka me pjesë karboni, edhe difuzorin mrapa karbon. Ka edhe këtë spoilerin lart karbon, edhe bistin këtu karbon. Këtu mrena tashi e nisi me rimesën e karbonit. Këtu që vazhdon komplet makinën, çdo gjë është karbon, ka qenë opsionale. Audio Bang & Olufsen me tweeterat lart që ngrihen, stitching portokalli, shumë bukur, komplet lëkur, edhe te timoni komplet me qepje portokalli, me flamurin italian këtu poshtë. Sipër është lëkur me qepje dhe alcantara këtu në cep, head-up display, alcantara komplet tavani lart, edhe tapetat i ka Urus, se dilet siç e thash janë me masazh elektrike, me memorie, edhe shumë të bukura me logon Lamborghinit, edhe kjo ka qenë opsionale, është paguar shtesë për këtë. Vazhdon komplet karbon çdo gjë. Klim 2 zona para, 2 zona mrapa, me parkim automatik, ke pastaj animën e Lambos që e lëviz nga strada sport, pastaj ndrysho zhurma, e ço Corsa, ndrysho akoma më shumë. E ke edhe me 3D view, e shef 3D makinën, tu i lëviz si të dush pastaj, e bo timonin smooth, e bo medium, e bo sport, edhe shasin, edhe amortizimin. Edhe në mënyrë individuale me dashmi ndru, i ndro. Normalisht është me auto hold, edhe ka këto gjitha pre-sense, gjitha këto të sigurisë që freno vetë kur deli njëri përpara ose i kafsh përpara. Edhe mrapa është e njëjta logjik, janë gjitha sedilet me këto rombat, me këto qepjet e bukura, me 2 zona individuale mrapa, pjesë të karbonit. Çuditërisht nuk është se është ngushtë, krahasuar me këto kupet e tjera, tu nuk kap koka, ke hapësirë, edhe parat e komët ke hapësirë. Urusi ka 40.000 milje, gjitha shërbimet e bën me kohë, normal. Çmimi është 150.000 pound, numrin e kontaktit e keni këtu poshtë.